Xhiro në Kastoria, heje njerëz të bukur si po kaloni. Po u tregoj tani nga kjo motrushja ime që shkoi një xhiro aty në Kastoria, edhe po ua përshkruaj unë tani ku shkuan. I shikoni këto vendet e bukura tani që shkuan. Me që burri motrës është në aeroportin ushtarak, edhe kuptohet që u tregojnë në disa gjëra se si fluturojnë aeroplanet e çdo gjë, u tregojnë fëmijëve të tyre. Që kështu vajti djali motrës që të bëj sikur udhëton me aeroplan, të gjitha këto virtual reality, të gjitha këto gjërat, shumë gjëra të bukura. Pastaj pasi ikën Adea, këtu është vendi jashtë që ka edhe peshqje në këtë limni si quhet në këtë liqenin e Voçkël. Pastaj këtu është liqeni në Kastoria që janë të gjitha lokalet edhe restorantet në anë të saj, këtu njerëzit që peshkojnë, ja edhe këto patatrosat ku diusat që janë, bëjnë xhiro, sa vend i bukur, shumë vend i bukur, kam shkuar. Në kjo se keni afër mund të shkoni për një kafe, të hani diçka, është vërtet ja vlen. Këtu po u tregoj me një çik nga liqeni, sa bukur që është, e gjithë vendi aty. Edhe këtu është Eva me burrin, me familjen, me shoqërinë, të gjithë këta që ulën për një kafe se që thashtë anë e liqenit. Edhe pastaj këtu disa vende këtu, nga Kastoriaja, këtu është një fshat ku shkuan për të ngrënë drekë. Shikoni sa bukur është edhe ky fshati aty. Qa ngrën mëj? Po këto salatrat me këto balsamiko, këto sa më pëlqejnë, këto nuk i kuptova se që janë mund të jenë kështu kërpudha, nuk e di. Të gjitha këto gjërat, okej, shumë bukur. Ciao, ciao!